ka çuna më shumë që vinë pas fazës së ndarjes apo kur janë, siç tha Megli, e kanë gjetë nusën edhe vinë bëjnë flokët? Varet, ka dy variante. Po e ka vendos nusja që do mbjellësh flokët, do bësh me flokë. Se ka vendosur dikush. Po e pati vendos nusja. Mari ka burra këtu, kështu gra. A ka ndonjë që vjen bashkë me gruan në klinik? Po erdhi bashkë me gruan është e sigurt, domethënë fol me gruan se ke më të lehtë punën për t'i mbush para mendjen. burrit, domethënë. Po si flet goja para mendjes, flet gruaja para burrit. Po si vjen zakonisht, domethënë ka ndonjë foto parasysh kur vin, do më bësh për shembull thot ai si ku di un flokët e David Beckham ose nuk e di, na thunë një shqiptar tjetër me flokë bukura. Na thunë një shqiptar tjetër, David Beckham. Na thunë një shqiptar tjetër se David Beckham e kena bë boz, na duhet një emër i ri për shembull. Na thunë një shqiptar me flokë bukura. MC Kresha. MC Kresha. Bukura. Lem për tu kështu. Bëjmë, është model që disponojmë për momentin. Është drejt mbarimit, po Ore, ai rritet shumë qimja këtë. E kam thënë se arrin këta meshkuj që mbjellin flokët, t'i kapin bisht një ditë. Patjetër që mund t'i kapin edhe bisht. Ideja është që floku i mbjell rritet normalisht, qethet normalisht, lyhet me bojë, me xhel, trajtohet njësoj si pjesa tjetër e flokut. Vetëm me meshkuj funksionon? Edhe për femra, Me që u bë kanë gjithë gjona normalisht. Edhe për femra. Unë jam Blerta, këtë episod të plot të pamanual keni mundësi ta shihni vetëm në YouTube tek Andale.al dhe të gjitha prodhimet tona të tjera. Kështu që urgjent tani të bëni subscribe tek Andale.al.